Syri Televizion. Kisha dy pyetje, zoti kryeministër. E para, ju thatë që jeni kryeministër i votuar nga shqiptarët, patjetër, po besoj dhe qytetarët që protestojnë në bulevardin pas krave tonë dhe ato janë qytetarë shqiptarë. Si kryeministër besoj që një pjesë të mirë qytetarëve keni detyrimin të thoni se kush po i shtyn këto qytetarë që të protestojnë, me që ju thoni që ka forca terta apo persona të tjerë mbrapa që i shtyn. Dhe pyetja e dytë, përveç kërkesës për dorëheqje dhe thirrjes për dorëheqje, nga protestuesit është artikuluar dhe fjala burg. Ju nëse do të ishit në kushtet... Fjala çfarë? Fjala burg. Burg për kryeministrin, nëse ju do të ishit në kushtet midis burgut dhe dorëheqjes, do të jepni dorëheqje për shmangur këtë fundit? Tani unë nuk do të përgjigjem, sepse po të përgjigjem do konsiderohem si njeri që nuk respekton mediat. Kështu nuk kam përgjigje unë për këtë pyetje, sepse kjo pyetje nuk është pyetje fare. Kësaj pyetje i mungon çdo lloj etike. Ndërsa, për sa më takon, unë e di shumë mirë që ata që vinë protestojnë janë shqiptarë. Dhe unë nuk u përgjigja ndaj shqiptarëve që vinë protestojnë, u përgjigja ndaj atyre që thonë ne duam dorëheqjen pa kushte, duke thënë që unë nuk kam fare ftesë për ta. Nuk janë ata që kam ftuar unë, se unë e di se cilët janë ata, unë e di se si funksionojnë ata, dhe ata janë pjesë e manipulatorëve. Ndërkohë unë e kam me ata që janë pjesë e asaj turme, ose ati grupin bulevard, që nuk kanë lidhje me këta të parët, që nuk dalin në bulevard për të kërkuar dorëheqjen time. Për sa i përket burgut, kjo është një temë që meriton vetëm një koment nga ana ime. Koha kur njerëzve u tregoi burgu në për rrugë, është një kohë të cilën e kemi lënë shumë pas. Dhe unë jam njeriu që me krenari kam udhëhequr betejën më të madhe historike të shqiptarëve dhe të Shqipërisë për shqiptarët dhe për të gjithë të tjerët njësoj, duke i hapur rrugë reformës në drejtësi, duke i dhënë jetë një strukture e cila është tërësisht e pavarur nga unë dhe e cila bën punën në shërbim të drejtësisë. Kështu që janë gjëra tërësisht të ndara. Dhe kjo është prap pjesë e spekulimeve dhe e manipulimeve, por unë kam parë shumë nga këto, edhe këto së më bëjnë përshtypje fare. Janë film shumë i vjetër që ka gjithmonë një në fund. Dhe ajo që më vjen keq me ata që vazhdojnë i shkojnë nga mbrapa, atyre honxho-bonxhove të tjerë që janë nëndritarësit profesionist të Shqipërisë, është që janë njësoj si ata që shkojnë të njëjti film dhe mezi presin që fundit jetë ndryshe dhe që personazhi i tyre të triumfojë. Nuk ndodh kjo. Është një film me fund që e kanë parë gjithë.